Duhani, abuzimi me drogat, alkooli dhe stresi poshtojnë gjithmonë më shumë problemet neurologjike tek moshat e reja. Shifrat tregojnë për një rritje të ndjeshme të rasteve ku përgjatë vitit 2025 vetëm në Elbasan u trajtuan me qindra pacient me goditje në tru ose ndryshe aksidente vaskulare cerebrale. Kjo shifër ka qenë më pakat në vitet e kaluara, tashmë ka duke shtu. Po të krahasim vitet, po të marrim për shembull 2024, në cilën kishim shtuar 580 pacient, në vitin 2025 kjo shifër ka vajtë në 615. Një ndër faktorët psikologjikë për stresi patjetër që është duhanpirja, po ashtu abuzimi me alkool, abuzimi me drogat. Përveç renditjes së faktorëve që ndikojnë tek këto patologji, mjekët bëjnë thirrje që pacientët të mos neglizhojnë shenjat e para. Smaj neurologjike fatkeqësisht kanë ardhur duke u shtuar. Kemi raste pothuajse çdo ditë në aksident vaskular cerebral ishemik, ai ne themi goditja ndru ose tromboza, por vetëm aty trombozë mund të jetë hemoragji, një mosmjekimi i rregullt i smundjes hipertensive ose rasteve që janë me diabet, pastaj kronike në përgjithësi, bën shkak që të ndodhë goditja cerebrale. Shkaku i parë është hipertensioni arterial. Në shumicën e rasteve që na vinë në urgjencë janë pacientë që ose nuk e kanë ditë që vujnë nga tensioni, ose pacient që e kanë ditë që vujnë nga tensioni, ka marrë mjekimin për pak kohë, e stabilizuar tensionin dhe ka lënë mjekimin. Na vinë pastaj në gjendje të rëndë, po një pjesë edhe në koma. Ndërsa kohë më parë konsideroheshin kryesisht sëmundje të moshës së tretë, sot patologjitë neurologjike po prekin gjithnjë më shumë, edhe moshat nga 35 deri në 45 vjeç.